Prep të e feju, mja. Një kolegu imi, kohët e fundit, s'ka 2-3 javë, bërë një shetitin e përbot. Edhe i takoj gazetar, koleg vetë, se ashtë edhe gazetar për vete. Edhe me që i takoj ta gazetar cilë kanë ba vizit në vendin tonë, tipa gazetar që i ka njoftë kërë, kanë kënë Shqipëni dhe kanë pa Shqipënin, i mori një intervist dhe i mori përshtypje për Shqipërinë. Aleksandar Uçi! Mirë se erdhe Sander, si e kalove, u lodhe. E i thashtë dhe spektatorve që ki të banë një shetiti në turne. Shumë interesant. Jo si gazetar livizni, interesant, shumë livizni gazetar. I takove dhe koleg tuj, po? Në përbot cilë kanë bërë vizit në Shqipëni. Edhe ty të bajnë fala, kanë babel gjyë shumë po për punë pare, se më falë gjama për dy. Po. Falendes shumë. Me të vërdet ishte një turne shumë i sukseshëm, ku mor një eksperiencë gjandë, sepse gazetaria ty ka kualitet, ka vërtetësi, ka dhe... More për shtypjet për Shqipënin, a na do në Europa, ne, Sander. Lëtë mesh masnet. Tregoj, po. Edhe kjo eksperiencë është e mira të hapet edhe në vendin tonë, sepse gazetaria pra është shumë profesionale, është shumë e saktë, shumë e shpejt, kuptohet, është shumë e paguar. Jam në kryeqytetin hungarez të Budapeshtit dhe takoj një gazetar shumë famoz me famë botnore, i cili quhet Josef Mikloš Tabor Derbondeda. Ot mojos, kyzem të gjësom Sandrush. Im nem të dëmë zaman obstovojo kyregezet. Albania bën kyregen. I nem sabatën kezegiretit ajat vetështem, shembedën nëngjistem, qajot vëktëllon, o të vëgëmeret, nim dedim nësë salon të vëqëratëm. Flum goja, bab. Gazetari hungares thot, me të më zhvarin Tirana, jo vetëm që nuk do të kishte fitu kampionatin, por as kupën e Republikës. Halal paktën që u këthy qim muqa. Jam në Itali dhe takoj një gazetar famoz, i cili quhet Giuseppe Luce Di Deda. Ciao amici! Ciao Giuseppe, come va? Come sai, sono emozionato quando ho visto questo popolo. È proprio meraviglioso. Ma non capito niente, Sandri. Che c'è questo popolo? E questa è la somma completamente, 3 milioni albanesi. 10 anni dopo, 10 anni prima, 3 milioni. Ho 3 milioni albanesi. Ho vado in emigrazione. Con l'Ogobon, con la nave, con l'aeroplano. E tutti del mondo. 3 milioni su, 3 milioni giù, 3 milioni su, 3 milioni giù, 3 milioni su. Vaffanculo. Gazetari Deda thot s'ka mundësi. Non è possibile, sieni 3 milion, e pa mundur. Pa numru ata që janë në avion, ka që kanë ardhur me gomone, që nga Brindisi deri në Pordenone. Jam në Angli dhe takoj një gazetar shumë kualitativ i cili quhet Gjegjë W. Gjeda. All right. How, Sandra? Okay. How are you, Albanian? You're a Kalmakas. The tours the blue to the fort. I am friend to race and the seals. The that fight, gur. Kan gur? Gur, you need pants like. I am cut toe. And the climate involved, no operation. Only Albanian. The street Albanian. That's the group. And the bites, and four, and fire, and the those, and now I have very nice. Gazetari angles thot, kam vuajtur shumë, nga gurt thot në tamf, overgjajt, në tamf. Në tonë Europën jam vizitu një gjiro në nazën e Shkodrës kam ba, jo vetëm që më doli shpirti, po më doli edhe guri. Jam në Turki, takoj i gazetar shkurt simpatik, i cili quhet Qem Shemzdef Ullur Dada. Merhaba, Arnavutluk, merhaba. Ya Rabbil, gergilay gölgüden aldın sıntılını. Ürgen gengirüner. Për çam moraj? Ola kadar işte türsümün döndü bak. Papa.
Salten Olkerum. Gjulçalı çok güzel. Po. İnge bürdünden avbuldun. Jenë rregull. O olsun bolsalım. Hürgeldin dili cüldüm. Yürgeldin cüldüm dürdüm. Sarıldalın güldürüm. Jo, po ja shpjegoj. Gazetari turk thot Bujrum se ka shumë klube në Shqipni. Kërkun bot nuk bën vakin këtë qytet me 50.000, krejt rahat pinja 90.000. Të shti jam në Gjermani dhe takoj gazetarin Herr Josef von Deden. Guten Abend, Herr Alexander. Ich hab schon gesagt, Po si më rëgjë? ihr in Albanien, wir können zurücklösen, warum das gibt's nicht in Albanien. Das ist ein Sieg, wie schlechten durch uns Wurgen. Ich behalte Albanien, ich behalte nicht ein, das ist nicht gerecht, das ist nicht schlecht. Wo die sich gehachten, nur in Albanien, die ist ja auch nicht, diese Adarolus. Ai shkreti. A di qa tha? Thot se do të kthehen të gjithë emigrant shqiptar që janë në Gjermani të 10 vjet. Dakord, marrë ktheni, veç na I bini një 10 vjet më të ri. Dakord, ktheni. Të shti jam në Kinë. Takoj gazetarin kinez, Cai fide, cung dada. Tunje dada. Tunje. 少尉西国，这位顶上空可有？阿尔法娘，同志，一人当走啊，谁想动马啊？一人当成曹操里。少尉呀，少尉你是可中头，不是这个错，输的一场，可到了，少尉呀，少尉将军我最怪我，少尉。Po më vjen keq se harrova me amor një atallam buho. Nese, a di qa tha? Ky pyet për sa ko populli trim punëtor dhe liridashës shqiptar kishte mujt me e prish murin e Mallkinez 8.000 kilometra gjatë. Të shti jena me gazetarin simpatik francez Joseph Dedu. Bonjour monsieur, bonsoir. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Comment ça va? Bien? Alexandre, Yes. s'il vous plaît, s'il a perdu quand c'est le mon temps c'est bon hier. Ça va? Plus jamais je ne fais pas pour moi contenteur. Normal là. Et Urna. escrivez aussi en cependant. D'accord. Le sang percé, Pas. le sang percé, vu sentir mon don de la voix. Et la plus jamais je vais parler du sang. Eiffel, le tour à Eiffel. Papa, njaf. Tour à Eiffel. Marë njaf. 300 mètres. Vous appelez Pierrot tout le son. Jo, ma mësë mjë të vetim Mon Dieu, entre Rubeleur, ouais. Alban, Alban, quand tu te personnes, il va te jamais les peu perçus, et retour le fait, Malaisie pour aussi le montreux. Adieu, monsieur. Adieu, monsieur. Adieu, monsieur. A di qa tha? Thot se po të kishte kanë kulla Eiffel në Shqipni, 100% do të kishte shku edhe ajo shkreta në Malzi për me u shkri. Tash jam në Arabi. Ashtë I gazetar me jemen të shkurt Jusuf El Hamid El Dahahi hu. عليك ولا هو اللمة ولا من رحمة الله. ألكسندر الهلم والبهيدي. يا كرامي كهيب محمد دهاني. Me grut par, papa. ولا ألبانيا ولا هتبيد البدادي. Dakord. يا كسامي كهيم وحساد. Mirë marë për وديرانا بركو هلادي. Papa. وبيسامي هلبانيا. ولا كان في هلا يا قول هليل النار الدهيم. ولا السلام الدهيم. ولا هليل دهات. Ky zotnia thot, duke pa për parimet e shumë qyteteve në Europë për binjakzimin e tyne me qytetet e tuaja, është e treta herë që I vi me binjakzu, thot, kanalin e Suezit me kanalin Vjos Levan Fier. Nejse, sabri ka selametin. Kolegu Aleksandr Vučić ju falenderoj shumë. Sukses, Dhe sukses. dëshirojmë ta sillni lajme më të mira dhe përshtypje më të gëzueshme për Shqipërinë. Sukses, Ju falenderoj pasha, shumë. pasha,